si profesionist i flamis veterinarisë që jam, unë nuk do ta lëm punën time që e bëj si veterinar. Për shkak se shteti jonë ka nevojë për njerëz që punojnë, pej 8 deri në 4 e kryjnë punën gjatë orarit të rregull që është në parlament, ndërsa pas ditën dhe vikendet sa rrinë dhe bën pazareve, qoshëve, skutave, për ndonjë tender apo për ndonjë diçka tjetër, ai mundet me u kthy me i kry punët e veta profesionale që i ka në vendin e vet. Unë i lutj gjithë qytetarët që të shikojmë në mënyrë reale kush çka ka bërë deri më sot dhe i garantoj që ata që nuk i kanë lënë vetën qytetarët dhe ju kanë dalë zot gjatë luftës vitet 1998 dhe 99, pra do të jenë të njëjtë, do t'i dalin zot këtij vendi. Unë besoj fuqishëm që me Ramush Haradinaj kryeministër, qytetarët do ta kenë krah dhe në ballë çdo problemi që do paraqitet. Me Ramushin kryeministër do rregullohen të gjitha problemet që i kemi në arenën ndërkombëtare, do hiqen sanksionet dhe do jetë komplet një çështje tjetër ndaj qytetarit. Pra, qytetari më nuk do të shfrytëzohet ty pagu taksa trona dhe ty pagu energjinë elektrike 3 fish me shtrejt, po jeta e qytetarit do të lehtësohet jashtëzakonisht shumë. Këta ju premtoj dhe ju garantoj të gjithë atyre që do t'i besojnë të kësaj liste. Lista Aleancë kur më herët ka qenë është një listë me profesionistë tepër të zot dhe besoj që secili qytetar do t'i gjejë nga 10 veta aty që janë profesionistë të dëshmuar që kanë dhënë diçka për vendin. Thirrja ime përfundimtare për ta është shikoni të gjitha listat deri më sot, çka kanë bërë për vendin edhe çka kanë dhënë për vendin. Le t'i krahasojnë, unë besoj kur ta bëjnë këtë krahasim, lista Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, e prirë nga Ramush Haradinaj, besoj që është lista që ka me dhënë më shumë për këta qytetarë.